Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me emisionin Economics. Këtë edicion do të transmetojmë kronika të përgatitura nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian në kuadër të projektit përfitim të zgjerimit të Bashkimit Evropian në bashkëpunim të RDK-s dhe ERNOS. Ju njoftoj se këto janë materialet e fundit në kuadër të këtij projekti, e të cilat tregojnë qëndrimet nga vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian për zgjerimin e BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe më gjerë. Qëndroni me ne. Integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian mbetet një proces strategjik, por i ndërlikuar nga sfidat politike dhe kriteret e rrepta të anëtarësimit. Gjatë diskutimeve në Varshavë u theksua rëndësia e zgjerimit si faktor stabiliteti, por edhe pengesat që vazhdojnë të ngadalësojnë këtë proces. Të ndjekim materialin e përgatitur nga televizioni publik i Polonisë. Integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian mbetet një prioritet strategjik, por edhe një proces kompleks dhe shpesh i politizuar, siç u theksua gjatë vizitës së marsit të ministrit të jashtëm të Maqedonisë së Veriut, Timçko Muconski, në Varshavë. Radoslav Sikorski e përshkroi integrimin e rajonit në BE si punë të papërfunduar, duke theksuar se vizioni i Evropës për të qenë plot dhe e lirë nuk mund të përmbushet pa Ballkanin Perëndimor si pjesë të familjes evropiane. Ndërsa pranoi se jeta jashtë BE-s është e mundur, ai nënvizoi se anëtarësimi ofron përparësi të qarta. Muconski theksoi gjithashtu rëndësinë e zgjerimit, duke konsideruar atë jo vetëm si një domosdoshmëri politike dhe ekonomike, por edhe si një masë thelbësore sigurie. Sigurisht që jeta jashtë Bashkimit Evropian ekziston, por është më mirë në Bashkimin Evropian. E konsideroj integrimin e Ballkanit Perëndimor si punë të papërfunduar. Evropa duhet të jetë e plotë dhe e lirë, dhe Ballkani Perëndimor duhet të jetë pjesë jo vetëm e aleancës son, por edhe familjes son evropiane. Zgjerimi, sidomos në këtë periudhë me paqëndrueshmëritë e lartë politike, kur flasim për agresionin rus ndaj Ukrainës, por edhe për rreziqet e ndikimit të vendeve të treta në rajonin ton, është një mesazh politik dhe siguri, po aq sa është një mesazh ekonomik dhe tregtar për të gjithë kontinentin. Në kontekstin e paqëndrueshmërisë së vazhdueshme, përfshirë luftën e Rusisë në Ukrainë dhe ndikimin e aktorëve të jashtëm, ai theksoi se zgjerimi i BE-s dërgon një mesazh të fortë stabiliteti për të gjithë kontinentin. Negociatat e anëtarësimit janë një proces shumë i vështirë. Na u deshën 7 vjet, Ukraina po e bën këtë ndërkohë që është në luftë dhe ne duhet të përmbushim kritere shumë të rrepta. Nga Brukseli, Marta Kos theksoi se zgjerimi duhet parë kryesisht si një proces transformimi. Sipas saj, progresi varet nga zbatimi e reformave brenda vendeve kandidate. Nuk mendoj se Hungaria është problemi më i madh për Ukrainën, sepse Ukraina mund të bëjë reforma pa kryeministrin Viktor Orban. Procesi i anëtarësimit është proces transformimi dhe reforma duhen të bëhen dhe do të bëhen. I marr shumë seriozisht shqetësimet e shteteve anëtare, por sa i përket të drejtave të pakicës hungareze në Ukrainë, mund t'ju siguroj se kam qenë në Zakarpatia, kam takuar përfaqësuesit e kësaj pakice dhe nuk ka asgjë që mund të paraqes problem në procesin e anëtarësimit. Pavarësisht këtyre garancive, analistët paralajmërojnë se procesi i zgjerimit është bërë gjithnjë e më i politizuar me kalimin e kohës. Problemi i zgjerimit, sidomos që nga mesi i viteve 2000, është se është bërë gjithnjë e më i politizuar. Çipro ndaj Turqisë, Greqia ndaj Maqedonisë së Veriut, më pas Bullgaria, Shqipëria, Franca dhe tani problemi Hungari-Ukrainë. Tragjikisht, është vetëm një shembull tjetër i një serie të gjatë ku shtetet anëtare e politizojnë dhe bilateralizojnë procesin, duke e dobësuar atë. Nga tensionet e kaluara që përfshinin Çiprin dhe Turqinë, deri te mosmarrëveshjet me të fundit që prekin Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë dhe Ukrainën, këto çështje, sipas saj, kanë dobësuar besueshmërinë e procesit të zgjerimit. Muconski griti gjithashtu shqetësime për atë që ai e quajti bilateralizëm i procesit, duke argumentuar se kjo krijon pasiguri dhe minon besimin mes vendeve kandidate.
Nga Polonia shkojmë tani në Çipro, që nga antarësimi në Bashkimin Evropian në vitin 2004, ky shtet ka përjetuar një transformim të thellë në ekonomi dhe shoqëri. E ndërsa Evropa përgatitet për zgjerim të ri, përvoja e ishullit nxjerr në pa si përfitimet e integrimit evropian, ashtu dhe sfidat që vazhdojnë të prekin sektor kyç si arsimi dhe bujqësia. Që nga viti 2004, kur Çipro u bashkua Bashkimit Evropian në valën më të madhe të zgjerimit, Republika ka ndjekur një rrugë të integrimit evropian, duke ndikuar në mënyrë dinamike në shoqërinë dhe ekonominë e saj. Ndërsa Evropa po përgatitet për zgjerim të mëtejshëm, duke theksuar gjithashtu nevojën për një strategji të gjerë pavarësie, veçanërisht në fushat e energjisë dhe sigurisë, Çipër po ecën përpara duke sjellë përvojën e më shumë se 2 dekadave pjesëmarrje aktive. Një pasqyrë gjallë dhe e vazhdueshme sfidave dhe mundësive shfaqet qartë përmes sektorit primar të bujqësisë dhe arsimit. Për gjeneratën e re, Evropa nuk është vetëm politik, ajo përfshin mundësi, lëvizje dhe vlera të përbashkëta. Nxënësit në gjimnazin Livadia në distriktin e Larnaca kanë formuar opinionet e tyre përmes programit Ambasadorët e rinj të Parlamentit Evropian. Ata morën pjesë në një program të BE si ambasador dhe folën për mundësitë arsimore dhe kërkimore që u ka ofruar antarësimi në BE, si dhe për shpresat dhe synimet e tyre për të ardhmen në një kontekst evropian. Për mua është një hapësirë ku të gjitha shtetet anëtare bashkojnë forcat për të përballur sfidat e përbashkëta dhe për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Për mua BE dhe Parlamenti Evropian nënkuptojnë siguri dhe mbështetje në kohët e vështira që një shtet anëtar mund të përjetojë. U shoqëruam me nxënës nga shkollat e tjera, mësuam gjëra që nuk i dinim dhe pam si jetojnë njerëzit ndryshe nga ne. Besoj që është diçka e bukur që Çipro është pjesë e këtij institucioni, pasi përfiton shumë, përfshirë nxënësit, por edhe mësuesit dhe punëtorët. Për fermerët çipriot, zgjerimi i BE-s është një kusht mundësi dhe burim shqetësimi. Zona e Famagusta është një nga rajonet më të mëdha bujqësore të ishullit, duke prodhuar një sër produktesh të sektorit primar, përfshirë patatet e famshme me tokë të kuqe, prej nga vjen edhe emri i rajonit, Kokinëqorja. Sektori primar vazhdon të luajë një rol kyç në ekonomi, ndërsa mbështetja e BE-s është thelbësore për qëndrueshmërinë e tij. Bashkimi Evropian na ndihmoi të investojmë, blejmë traktora dhe makineri të tjera. Nga njëra anë kjo është mirë, por nga ana tjetër, kostot e larta që i kemi i zbehin përfitimet. Me qenë se Rusia, Kina dhe Shtetet e Bashkuara dhe vendet e treta refuzojnë të jenë pjesë e tranzicionit të gjelbër, ata na detyrojnë neve të përshtatemi me të për të shpëtuar planetin. Pavarësisht këtyre përfitimeve, sfidat vazhdojnë. Bashkimi Evropian po përballet me një realitet global në ndryshim, duke nxitur thirrje për reforma dhe politika më fleksibile, ndërsa hyn në një fazë të re zhvillimi. Pa këtë ndihmë të Bashkimit Evropian do të ishim të detyruar të hiqnim dorë nga profesioni ynë. Në vendin tonë, Çipro, si ishull, kostoja e transportit të produkteve për eksport është shumë e lartë. Këto masa duhet të vazhdojnë që ne të mund të mbetemi fermerë. Nga klasat e shkollës deri në fushat bujqësore, Çipro vazhdon të ndërtojë vendin e saj brenda Bashkimit Evropian, duke balancuar mundësitë me sfidat e vazhdueshme. Ndërsa Evropa përgatitet për një fazë të re zgjerimi në rrethana gjithnjë më komplekse dhe të paprecedenta, përvoja e vendit pasqyron si përfitimet e integrimit, ashtu edhe realitetet në zhvillim, që do të formosojnë perspektivat e tij afatgjata. Zgjerimi i Bashkimit Evropian shihet si një domosdoshmëri strategjike dhe ekonomike, por mbetet i shoqëruar me debate dhe shqetësime për balancën e përfitimeve mes shteteve anëtare dhe vendeve kandidate. Rasti i Rumanisë, Moldavisë dhe Ukrainës tregon si faktorët historik, kulturor dhe gjeopolitik po ndikojnë në mënyrë se si perceptohet dhe mbështetet ky proces në Evropën lindore. Zgjerimi i Bashkimit Evropian është një domosdoshmëri gjeopolitike dhe ekonomike, megjithatë, si çdo projekt politik ambicioz, ekzistojnë shqetësime se procesi mund të favorizojë disa në kurriz të tjerëve. Shtetet anëtare kanë qëndrime të ndryshme për këtë çështje, edhe pse diskursi zyrtar e mbështet zgjerimin. Në sondazhet Eurobarometër, rumunët janë mbështetës të procesit të zgjerimit të BE-s.
Në rastin e Republikës së Moldavisë, ekziston një lidhje vallazërore, por edhe një mundësi pasi Rumania ka përjetuar tashmë për gati 20 vjet, se çfarë do të thotë të jesh shtetëtar i Bashkimit Evropian. Nga kjo perspektivë, mbështetja është më tepër emocionale, e lidhur me përfitimet që rumunët ndjehen pas antarësimit në BE, por ky proces zgjerimi sill gjithashtu edhe shumë mundësi. Bashkimi Evropian ka nevojë për zgjerim sepse dëshiron të bëhet më konkurrues. Çfarë do të thotë të jesh më konkurrues? Do të thotë të kesh akses në më shumë burime, shkëmbim më të shpejtë të burimeve njerëzore dhe ndihmës, si dhe një vizion strategjik më të fortë, afatgjat dhe partner të besueshëm. Pra, Bashkimi Evropian ka patjetër nevojë për zgjerim, por duhet pasur kujdes në mënyrë se si realizohet ky proces, pasi të gjithë anëtarët duhet të integrohen në mënyrë harmonike dhe duhet të sigurohemi që vendet që bashkohen janë vërtet të përgatitura dhe të gatshme të jenë pjesë e tij. Sipas mendimit tim, kjo është një zgjidhje për të përshpejtuar përfshirjen e Bashkimit Evropian në rindërtimin e Ukrainës, sepse kjo çështje lidhet kryesisht me Ukrainën. Antarësimi në Bashkimin Evropian është përballur me pengesa kur shtetet kandidate kanë pasur rajone si Transnistria me konflikte të ngrira, ashtu si Ukraina me Krimen. Nga kjo pikpamje mund të ketë barjera për një antarësim të shpejtë, por për të marrë pjesë në rindërtimin e Ukrainës, për të financuar një pjesë të tij dhe që kompanitë evropiane të përfitojnë, besoj se do të ketë një hapje fillestare të tillë. Për te afërsisë së rumunëve për t'ju afruar vëllezërit nga Republika e Moldavisë më pranë BE-s, ekziston edhe një interes i madh për Ukrainën, e cila ka një komunitet të rëndësishëm rumun që jeton në rajonin e Çernauçit. Republika e Moldavisë tashmë po përfiton nga përvoja jonë si drejt për mes njerëzve, pasi shumë rumun punojnë në Kishinau për integrimin e vendit. Ukraina, për shkak të dallimeve të qarta gjuhësore, nuk po ecën as shpejt, por ata janë shumë nevojtar dhe fakti që kanë përballuar një luftë kaq të ashpër e dëshmon këtë. Ukrainasit janë shumë krijues dhe po përparojnë më shpejt në procesin e integrimit se sa ne, duke mësuar si nga gabimet tona, ashtu edhe nga përvojat pozitive. Për Vlad Gjorgje, këshilltar nderi i kryeministrit dhe ish deputet në Parlamentin Evropian, Republika e Moldavisë ka një avantazh ndaj kandidatëve të tjerë, gjuhën e përbashkët me rumunët dhe shtetësinë që shumë moldav tashmë e posedojnë. Është një rrezik nëse nuk i shfrytëzojmë lokomotivat ose vagonët që ende i kemi nga ky tren që nis në vitin 2007. Nuk është faji askujt që Romania ende nuk ka arritur një nivel shumë të lartë zhvillimin në zbatimin e politikave të kohezionit dhe bujqësisë. Ne ende kemi mundësi brenda kornizës aktuale shumëvjeçare financiare dhe asaj të ardhshme për të përmirësuar ndjeshëm, sepse kur shtetet e reja bashkohen, ato do të kenë nevojë për më shumë fonde se sa vendet tashmë të zhvilluara. Prandaj është shumë e rëndësishme që Rumania të zhvillohet fuqishëm në vitet e ardhshme. Romania është një dëshmi e prekshme e suksesit të integrimit dhe nuk duhet të harrojmë se Bashkimi Evropian, sipas bindjes sime të fortë, është struktura më e jashtëzakonshme e krijuar ndonjëherë nga mendja njerëzore, nga lashtësia deri më sot. Është kuadri më i rafinuar i ndërtuar ndonjëherë dhe fatkeqësisht në Rumani ka shumë që besojnë se ky kuadër nuk është më i nevojshëm, edhe pse ai ka dhënë rezultate të jashtëzakonshme. Profesori dhe historiani Adrian Niculescu thosë se Bashkimi Evropian është projekti më i mirë politik i krijuar ndonjëherë nga njerëzimi. Pavarësisht se kur do të ndodhë zgjerimi i ardhshëm, ekspertët e konsultuar këshillojnë vendet kandidate të mos heqin dorë nga ky proces. Shkojmë tani në Sloveni, aty ku punëtorët e huaj, kryesisht nga Ballkani përndihmojnë, përbëjnë rreth 16% të fuqisë punëtore, por shumë prej tyre përballen me shfrytëzim dhe mungesë mbrojtjeje ligjore. Rastet e shkeljeve në sektor si transporti, ndërtimi dhe prodhimi ngrin pyetje mbi efektet e mundshme të zgjerimit të Bashkimit Evropian në përmirësimin e të drejtave të tyre. Të ndjekim materialin në vazhdim. Punëtorët e huaj tani përbëjnë rreth 16% të fuqisë punëtore në Sloveni, ku shumica vijnë nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndërsa ata ndihmojnë në plotësimin e mungesave kritike të fuqisë punëtore, shumë prej tyre përballen me kushte të pasigurta, shkelje ligjore dhe shfrytëzim, duke ngritur pyetje nëse situata e tyre do të përmirësohej nëse vendet e tyre do t'i bashkohen Bashkimit Evropian. Mishko Božanović, një shofer kamioni nga Serbia, ka ardhur në Sloveni në kërkim të një page më të mirë. Si shumë punëtor jo nga Bashkimi Evropian, atij u dha një leje pune njëvjeçare e lidhur me një punëdhënës të vetëm, duke i lënë pak mundësi për të ndryshuar punë, edhe nëse do të shkeleshin ligjet e punës. Prvu vizu sam odradio u
Fillimisht kam punuar për një kompani në Lavrica. Ishte kompani për transport makinash, morëm një leje punë një vjeçare dhe pastaj duhej të punonim për një punëdhënës gjatë atij viti. Edhe nëse detyrimet në kontratë shkeleshin, nuk mund të punonim për një punëdhënës tjetër. Gjatë një udhëtimi nga Novo Mesto në Paris, ai punoi deri në 18 orë pa pushim të duhur. Punëdhënësi i tij e udhëzoi të falsifikonte të dhënat për të fshehur orët e tepërta. I lodhur dhe i dehidratuar, Bozanović ra nga një rimorkjo mbi asfalt të nxehtë dhe pësoi lëndime serioze. Pas trajtimit në Francë, ai mbeti me një faturë mjekësore prej 7.000 eurosh, sepse punëdhënësi nuk ishte paguar kontributet e detyrueshme shëndetësore dhe sociale. Ai u pushua më njëherë pas aksidentit, ndërsa punëdhënësi mohoi që lëndimi kishte ndodhur në vendin e punës. Ndoshta sepse nuk pushova fare dhe isha i dehidratuar. Isha i stresuar pasi kjo ishte puna ime e parë. Gjithmonë bëj më të mirën dhe punoj si profesionist. Me mbështetjen e sindikatës së pavarur të punëtorëve të Slovenisë, Bozanović nisi një betejë të gjatë ligjore. Vetëm pas disa vitesh, një gjykatë vendosi në favor të tij dhe i dha kompensim. Në fillim ai refuzoi të pranonte gjithçka, kështu që Misku detyrua ta padis. Rasti zgjati disa vite derisa shkoi në gjykatë. Në fund punëdhënësi duhej t'i pagunte atë që urdhëroi gjykata. Rasti i tij nuk është i izoluar. Inspektoriati i punës në Sloveni regjistroi 8.592 shkelje të ligjit të punës vitin e kaluar. Shumica në sektor që varen shumë nga punëtorët e huaj, përfshirë ndërtimin, transportin, mikpritin dhe prodhimin. Ekspertët thonë se zgjerimi i BE-s mund të lehtësojë disa nga dobësitë strukturore me të cilat përballen punëtorët nga Ballkani Perëndimor. Vëllë dhe administrativne nga bremena që se tiče urejnë dokumentacije, dovoljen, deri një dovoljen. Një pjesë e madhe barës administrative përfshirë dokumentacionin, lejet e punës, dëshminë e mjeteve financiare, procedurat në zyrat administrative dhe të gjitha ato provat që kërkohen nga legjislacioni huaj, do të eliminohen nëse ata do të bëshin antarë të plot të familjes evropiane. Çfarë do të shtënin kuptoj kjo, por për të qenë pak cinik, kjo nuk do të thotë se shfrytëzimi i drejtave të punëtorëve do të zhdukej automatikisht. Punëdhënësit që shfrytëzojnë nuk bëjnë dallime. Po, ka raste të saktuara kur për shembull përshpejtohet linja e prodhimit për punëtorët e huaj, por në përgjithësi do të thoya se njohim shumë raste shfrytëzimi që përfshin edhe qytetarë të BE-s. U generali vi po rekao da dosta primjerova iskorištenja poznamo torej tudi EU državljane državljanke. Goran Lukić nga zyra për këshillimin e punëtorëve thekson se antarësimi në BE do të hiqte shumë barriera administrative, si lejet e punës dhe procedurat e qëndrimit, si dhe do të përmirësonte aksesin në mbrojtjen e të drejtave të punës. Sindikatat paralajmërojnë se punëtorët migrant mbeten veçanërisht të ekspozuar për shkak të barrierave gjuhësore dhe mungesës së njohurive për të drejtat e tyre. Damian Wolf nga Konfederata e Sindikatave në 10 të Slovenisë thosë se ajo krijon kushte për dumping social dhe presion në ulje mbi paga dhe standardet, veçanërisht në sektorët fizikisht të rënd. Žal prihajamo do zaključkov, da seveda se zelo pogosto... Fatkeqësisht po bëhemi të vetëdijshëm se Slovenia shpesh i shfrytëzon migrantët ekonomik për shkak të mosnjohjes së gjuhës dhe të drejtave të tyre të punës. Kjo quhet dumping social, i cili ushtron presion të madh mbi të drejtat e fituara tashmë në sektoret më intensiv të punës si transporti udhëtarëve dhe mallrave. Po shohim gjithashtu zëvendësimin e fuqisë punëtore vendase, e cila është bërë shumë e shtrenjtë dhe më kërkuese për paga të denja dhe kushte të sigurta pune. Do izrivanja domače delovne sile, ki je postala predraga. Slovenia, si pjesa më e madhe e Evropës, përballet me mungesë të vazhdueshme të fuqisë punëtore dhe varet shumë nga punëtorët e huaj. Ndërsa legjislacioni garanton formalisht të drejta të barabarta, zbatimi i dobët dhe inspektimit të pamjaftueshme e lën shumë migrantë të cënueshëm në praktikë. Në të njëjtën kohë, po shfaqet një trend i ri. Punëtorët nga Ballkani Perëndimor po zëvendësohen gjithnjë më shumë nga punëtorët nga Azia Juglindore, shpesh në kushte edhe më të vështira, duke sugjeruar se pa mbikëqyrje më të fortë, cikli i shfrytëzimit thjesht po zhvendoset dhe nuk po përfundon. 6 vendet e Ballkanit Perëndimor vazhdojnë të mbeten në dhomën e pritjes së Bashkimit Evropian, ndërsa procesi i zgjerimit po zvarritet prej vitesh. Ndërsa Franca e sheh integrimin si domosdoshmëri gjeopolitike për të shmangur ndikimin e Rusisë dhe Kinës, analistët theksojnë se Parisi mbetet i kujdesshëm për shkak të frikës nga dobësimi i kohezionit të BE-s dhe sfidave të brendshme të procesit të antarësimit. 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosova, Bosnia dhe Hercegovina, Serbia, Malezi, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria
mbeten në paradhomën e Bashkimit Evropian, ku disa vende kandidate presin deri në 2 dekada, ndërsa procesi i zgjerimit është ngadalësuar. Nuk kam shumë njohuri për Ballkanin. O zot, Ballkani për mua kryesisht më sjell ndërmend luftrat e viteve 1990. Shpesh ende i lidhur në Francë me luftrat e viteve 90, rajoni vetëm së fundmi ka rikthyer vëmendjen strategjike të Parisit, me një fokus të ri gjatë 6 viteve të fundit. Zëvendës ministri francez për çështje evropiane, Benjamin Haddad, paralajmëroi se lënia e zonave gri në Evropë rrezikon të hapë hapësira për ndikim në fuqi si Rusia dhe Kina, veçanërisht pas pushtimit të Ukrainës nga Moska në vitin 2022. Ai theksoi nevojën për më shumë unitet për të siguruar stabilitetin dhe sigurinë e kontinentit. Në thelb, kjo është një domosdoshmëri gjeopolitike. Nuk mund të lejojmë zona gri apo hapësira brenda kontinentit tonë që mund të jenë subjekt i ndikimit apo ndërhyrjes së vendeve armiqësore. Po mendojmë për Rusinë dhe Kinën, këtë kemi parë nga lufta e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës në vitin 2022. Analistët thonë se qëndrimi i Francës po evoluon, por mbetet i kujdesshëm. Sebastian Gricort nga Fondacioni Jean Jaurès argumentoi se megjithse Parisi shpesh shihet si pengues, në fakt po formson përparimin që përfshin si shtetet anëtare të BE-s, ashtu dhe vendet kandidate. Duket sikur Parisi po bllokon gjithçka, ndërkohë që në fakt po i shtyn gjërat përpara. Duhet ta unifikojmë kontinentin ton, duhet të sigurojmë stabilitetin dhe sigurinë e tij gjeopolitike. Franca është vendi më hezitues në Evropë për të pranuar zgjerimin, kjo sepse zgjerimi shihet si dobësim i projektit politik evropian. Florent Marciak nga Instituti Francez i Marrëdhënieve Ndërkombëtare vuri në duke se Franca mbetet ndër mbështetësit më hezitues të zgjerimit, duke pasur frikë se ai mund të dobësojë kohezionin politik të BE-s. Zgjerimi është një proces i gjatë dhe kërkues që kërkon miratimin e aky komuniter, pra sundimin e ligjit, pavarësisë së gjyqësorit, mbrojtjen e pakicave, luftën kundër korrupsionit dhe reforma ekonomike. Haddad theksoi se antarësimi është një proces i gjatë dhe kërkues që kërkon nga vendet kandidate të adaptojnë rregullat e BE-s për sundimin e ligjit, pavarësinë e gjyqësorit, mbrojtjen e pakicave, luftën kundër korrupsionit dhe reformat ekonomike. Vendi i fundit që është antarësuar në Bashkimin Evropian është Kroacia. Ky shtet është ndruar nga vend kandidat në një aktor kyç në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor, duke mbështetur fqinjt në rrugën drejt integrimit evropian. Megjithatë, ndërsa antarësimi në BE ka sjellë përfitime të dukshme për ekonominë dhe bujqësinë vendase, ai gjithashtu ka hapur një debat të ri mbi kostot dhe sfidat e zgjerimit të mëtejshëm për vendin dhe rajonin. Në zemrën pjellore të Baranjës, jeta ndjek ritmin e tokës. Për fermerin Petar Pranjic nga Novi Qeminac, ky ritëm ishte dikur një betejë e vështirë përballë konkurrencës globale. Sot, gjërat kanë ndryshuar. Fal fondeve të BE-s, ai ka zëvendësuar pajisjet e vjetra me makineri moderne dhe ka zgjeruar prodhimin. Edhe pse një treg me 500 milion konsumator mund ta bëjë një fermer të vogël të ndihet i papërfillshëm, cilësia e lartë e produkteve kroate mbetet një avantazh i fortë. Për Petarin, antarësimi në vitin 2013 nuk ishte një vendim thjesht politik, ishte një shpëtim për tokën e tij. Duke u bashkuar BE-s, thuhet se tregu është hapur për ne. Ju jeni në një treg me 500 milion konsumator. Në fakt, ne jemi shumë të vegjël për sa i përket prodhimit. Jemi të papërfillshëm në statistikat e Bashkimit Evropian, por ajo që ofrojmë është produkt me cilësi të lartë. Megjithatë, rruga e Kroacisë nuk është pa sfida, ndërsa Zagrebi ndihmon vende si Maqedonia e Veriut dhe Bosnia e Hercegovina të afrohen me standardet evropiane, theksohet se përgjegjësia për reformat u takon vetë liderëve të këtyre vendeve. Në të njëjtën kohë, tensionet e së kaluarës vazhdojnë të ndihen. Serbia mes ndikimit të Moskës dhe Brukselit ndjek një rrugë të ndërlikuar, duke investuar edhe në armatim. Kjo ngresh shqetësimin e Kroaci, edhe pse antarësimi në NATO dhe BE ofron një ndjenjë sigurie. Një paradoks interesant shfaqet edhe në opinionin publik. Shpesh, qytetarët kroat mbështesin më shumë antarësimin e Serbisë në BE se sa vetë serbët. Ne mbështesim të gjitha përpjekjet që Bosnia dhe Hercegovina po bën në rrugën e saj drejt antarësimit në BE. Ajo që është e rëndësishme tani është që të gjithë liderët politik të marrin përgjegjësi dhe të përqendrohen në proceset e reformave. Pavarësisht çështjeve të pazgjidhura nga kaluara, Kroacia e sheh zgjerimin si një garanci për stabilitet dhe siguri rajonale.
Por përtej politikës dhe sigurisë, diskutimi kthehet te ekonomia dhe jetesa e përditshme. Zgjerimi ka një kosto. Sipas disa studimeve, ai mund të ulë brutoproduktin e BE-s me rreth 10%. Për Kroacinë, kjo do të thotë të kalojë nga përfituese e fondeve në kontribuese, duke rrezikuar mbështetjen financiare për sektor si bujqësia. Pse Serbia po e bën këtë? Deri diku e kuptoj që duan të kenë një mbrojtje të fortë. Kanë edhe disa përvoja historike. Ata janë një këmbë, ne jemi një tjetër. Përvojat dhe praktikat tona janë të ndryshme. Ata po furnizohen edhe me armë ofensive. Kjo më shqetëson, por nga ana tjetër, Kroacia është në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Mogu reći da me brine, a opet Hrvatska je u NATO i u Europskoj uniji. Më duket interesante që kam lexuar një studim diku që thotë se më shumë qytetarë kroatë mbështesin antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian se sa vetë qytetarët serb. Serbia nuk ka hapur asnjë kapitull në 4 vitet e fundit dhe Kroacia është problemi më i vogël i saj. Kroacia nuk ka asgjë kundër antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian në këtë moment dhe në këtë fazë dhe nuk ka krijuar asnjë pengesë. Për Kroacinë zgjerimi është i rëndësishëm kryesisht për arsye sigurie. Askush nuk dëshiron kufi të paqëndrueshëm apo fqinj të paqëndrueshëm. Përveç kësaj, ka edhe arsye thjesht evropiane, zgjerimi i Bashkimit Evropian, zgjerimi i tregut, zgjerimi i hapësirës së sigurisë. Kroacia mendon ashtu si mendon Bashkimi Evropian. Disa studime sugjerojnë se nëse të gjithë kandidatët do t'i bashkoheshin Bashkimit Evropian në këtë moment, PBB-ja brenda BE-s do të binte me pothuajse 10%. Për më tepër, Kroacia, për shembull, do të kalonte nga përfituese fondesh në kontribuese, pa përmendur fondet e kohezionit dhe ato bujqësore, të cilat sipas parimit të solidaritetit, një parim kyç mbi të cilin funksionon BE, do të drejtoheshin drejt vendeve më të vogla dhe më të varfra. Kështu, Kroacia gjendet mes dy realiteteve, dëshirës për një rajon të qëndrueshëm dhe nevojës për të mbrojtur mirëqenien e qytetarëve të saj. Në fund, vendimet e mëdha politike reflektohen në jetën e përditshme të njerëzve. Për Petar Pranjic, Bashkimi Evropian nuk është një ide abstrakte, është makineria në firmën e tij dhe çmimi i grurit që prodhon, sepse qoftë në parlament apo në ar, qëllimi mbetet i njëjtë, një jetë me dinjitet në një rajon që ka parë mjaftueshëm pasiguri. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë emision. Nga ky projekt, KRTK ishte pjesë dhe dha kontribut të madh në realizimin e storeve për përfitimin të zgjerimit të Bashkimit Evropian, ju keni pasur mundësi për 5 muaj të ndiqni rrëfime qëndrimi ekskluzive nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, ato kandidatë dhe ato që synojnë antarësimin e BE. Faleminderit shumë që na ndoqët. Deri të martën e ardhshme, mirëmbëjtje.